Amnistia në burgje e paraqitur në fund të vitit të shkuar nuk do të diskutohet ende në parlament. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu në një konferencë me gazetarët lidhi faljen e rreth 340 të dënuarve dhe uljen e masës së qëndrimit në qeli për rreth 900 të tjerë me negociatat e integrimit. Kapitullin e themelore 23 i cili hapet i pari dhe mbyllet i fundit, unë besoj që do të fillojmë të merremi me amnistin. Megjithatë, Gogu shton optimizmin për ecurinë e negociatave të integrimit. Procesi lëviz, procesi ecën dhe ka mbështetje faktike dhe institucionale të çdo mase nga ana jonë. Një tjetër shqetësim janë dhe dosjet e mbetura ndër vite e të papërfunduara në gjykata. Besimi i qytetarëve shqiptar është dyfishuar nga 26% në 53% në sistemin e drejtësisë. 72% e qytetarëve shqiptar e shohin sistemin të vështirë për ta përballuar financiarisht. Në 137.101 çështje që Ministria e Drejtësisë ka si statistik, po vërehet tani që trendi po fillon të zbresë. Kodi penal shpesh është kthyer në debat dhe interpretime, por Gogu sqaron se së shpejti do të propozohet projekti i ri. Duhet të shikojmë versionin përfundimtar dhe mbi të gjykojmë nëse është vërtet kodi penal që i përgjigjet realitetit tonë. Ministri i Drejtësisë shtoi se po punohet për përmirësimin e situatës në qelitë e burgjeve, ku paralajmëroi dhe ndërtimin e një tjetër institucioni të vuajtjes së dënimit.